Përshëndetje. Edhe sot me Hreti Muçin do të komentojmë ngjarjet politike të javës, jetën parlamentare, po edhe problemet kryesore politike, sociale dhe ekonomike që karakterizojnë vendin tonë. Hreti, ti ke qenë pjesëmarrës në një seancë, mos gaboj, edhe në mbledhjen e komisionit në cilin bën pjesë të infrastrukturës, transport dhe infrastrukturës. Ke mbajtur fjalime edhe në seancë plenare, edhe në mbledhjen e parë të komisionit. Na thoi diçka më shumë për dinamikat e jetës parlamentare, si në seancë, po ashtu edhe në komisionin parlamentar. Okej, atëre seanca plenare e ditës së hënë në fakt ishte paraprirë nga ky takimi mes përfaqësuesve të grupeve parlamentare në këtë asamblenë e kryetarëve, mos gaboj se terminologjinë, ku u diskutua se u debatua, le të themi, ky projekt programi i punës së kuvendit në le të themi 7 javët e ardhshme, mos gaboj. Dhe në seancën ku unë mora pjesë, praktikisht nisi të diskutohej dhe të debatohej fakti që në rendin në programin si tuash ishin shtuar diku te 17 projekt ligje të reja për tu le të themi diskutuar dhe debatuar. Si tuash, absurdi në atë moment ishte fakti që unë si deputet i cili nuk jam i përfshirë në grupet parlamentare, praktikisht isha fare jashtë çdo dienie, le të themi, sa i përket projekt ligjeve për cilat po debatoj në sallë me fjalë. Ndërkohë kryetari i kuvendit nisi fjalë duke thënë që tani do votojmë, si thua, programin, ndërkohë që programi thjesht duke kontrolluar telefonin e pash që erdhi me email ndërkohë që kishte nisur seanca dhe po vazhdonte. Kjo është një, si thua, anomali, me fjalë që është ndër më bazike, do thoja unë, po që me sa duket nuk janë fort të mësuar mbase edhe shërbimet e kuvendit me deputetët cilët janë jashtë grupeve parlamentare dhe rrjedhimisht duhet të informohen si temun me dokumente të tilla para se sa të nisë seanca. Po mund të jenë edhe këto shpiket e Edi Ramës, fast kuvend. Do thënë projekt ligji çohet në kohë reale, ndërkohë që seanca ka nisur, edhe ti supozohet që ta lexosh ndërkohë që po flet ose të tjerët po flasin. Po besoj është diçka tjetër që jeta parlamentare deri më sot në Shqipëri ka qenë shumë e varfër në debate, në diskutime, në lexime. Edhe çfarë bëjnë ata? Ata e dinë që praktikisht nuk lexon kush. Thotë si e çova, si e çova një javë para, si e çova gjatë seancës parlamentare për ligj, një lloj është, s'ka për ta lexuar njëri. Edhe unë besoj ata janë habitur të gjithë që ti e ngritur në këmbë dhe ke thënë, a ka mundësi të na çoni disa ditë para projekt ligjin sepse përfaqësuesi i popullit duhet ta meritoj rrogën që merr, që thotë duhet lexoj, duhet kritikoj, duhet propozoj, dhe jo thjesht ngrej dorën si ushtar. Se i përket kësaj shpejtësisë që thua ti, në fakt ishte fjala në gojën e të gjithë deputetëve të PS-s, me fjalë, sepse në këtë seancë po ishte së vërtetë se morën fjalën edhe për herë të parë disa nga këto, di quajmë, fidanët e rinj të Partisë Socialiste, të cilët kryefjala e cilëve ishte treni për në Bashkimin Evropian. Pra nuk duhet vonuar treni për në Bashkimin Evropian, kështu që o burra sa më shpejt sepse s'ka asnjë minutë për të humbur, me fjalë. Për më tepër duke ju referuar me të njëjtën gjuhë harbutçe, do ta quaja unë, edhe deputetëve të opozitës, që thonë këta janë këta që bëjnë zhurmë, këta na prishin seancat ndërkohë që këtu punohet, e mori fjalën edhe Sara Mile, apo jo? Dhe për hir të vërtetës, përveç asaj arrogancës me të cilën ju drejtua sallës kuvendit, mua më bëri përshtypje edhe një moment që më duk si kështu si rëshqitje freudiane, do thoja unë, sepse ju drejtua deputet Partisë Demokratike Besar Xhaferaj dhe i tha se ti ke qenë në listë të mbyllur, tha. Kështu që ti e ke marrë mandatin falas. Ndërsa unë thash me veten time sa duhet kishte disa para. Burgu i sigurisë lartë ka marrë 100% vota. Pas viaxhuar ti që të gjithë burgozurit të votonin për ty, kështu që. Në lë ndërhyj dhe një çik. Në historinë e mendimit politik kur ndahen pushtetet, legislativi dhe ekzekutivi, ndahen edhe logjikat e funksionimit tyre. Ekzekutivi duhet të jetë i shpejtë, i vendosur, ndërkohë që legislativi ka nevojë për kohë, ka nevojë për urtësi. Pa ti nuk mund ta katandisësh pushtetin legjislativ në thjesht firmosës dhe vulosës të vendimeve të qeverisë. Pra, dikur quheshin pleqësi, kuvend, pleqësi, janë fjalë vjetra shqipe këto, që nuk kuptojnë që mblidhen njerëzit e rritur dhe diskutojnë gjëra gjatë, përgatiten, mendojnë, reflektojnë. Pra procesi ligjvënës ka shumë më tepër nevojë për arsye,
për kohë, për maturi, për urtësi, se tha thjesht për eficiencë dhe shpejt. Këta duan t'i miratojnë ligjet sikur u vë stampën letrave, u vë stampën letrave edhe ec përpara. Pastaj kjo puna e progresit, do të thonë treni, do të thonë është batuta e Edi Ramës që para disa viteve që po na kalon treni i Evropës dhe ne do t'i kërcejmë, se treni nuk do ndalen në stacion, ka qenë treni dikur që nuk ndalej në Shkozet edhe njerëzit hidheshin, thjesht ngadalsonte shpejtësinë dhe hidheshin ose hipnin më një herë. Mirë po, ki parasysh diçka që me çfarë po ndodh në Evropë edhe në përbot. Metafora e trenit është problematike, sepse ne nuk e dim si do të shkojë puna me Evropën, sa mikpritëse do të jetë në vitet e ardhshme, a do të na integroj shpejt apo vonë, a do na integroj në mënyrë të merituar apo pa merituar, a do hyjë në krizë më të thellë Bashkimi Evropian, se mos harro diçka në momentin që amerikanët tërheqin tërësisht spinën nga Bashkimi Evropian. Vetë Bashkimi Evropian është më pak i fuqishëm edhe për arsye gjeopolitike. Nga ana tjetër ka shumë kriza ekonomike, sigurisë, me luftrat që po ndodhin, saqë nganjëherë treni më vjen një figurë që ka pas përdorur një filozof gjerman, Walter Benjamin, që thoshte nganjëherë ajo çfarë do të bëjmë tren është të tërheqim frenat e sigurisë, që thotë kur treni është duke shkuar kuturu, atëherë detyra e përfaqësuesve të popullit është që pritje ndalu ti diskutojmë ca gjëra. Dhe jo thjesht me revan mirato gjithçka se na iku treni. Pritje ta mendojmë për ku po shkon treni, sa shpejt po ecën, çfarë problemesh duhet zgjidhim ndërkohë, pa të kemi nevojë për diskutime. Jo, është shumë e vërtetë kjo i thua, sepse në fakt ky treni që vërshon në Bashkimin Evropian në shumë prej vendeve kryesore të BE-s ka marrë formën e ekstremit të djathtë, për shembull, ke Le Pen në Francë, ke AFD në Gjermani, ke Giorgia Meloni në Itali, para së cilës kryeministri i Shqipërisë nuk e humbet rastin që të gjunjësohet, literalisht pra. Dhe kështu që shumë prej tyre janë tejet skeptik sa i përket, le të themi, edhe shtrirjes së BE-s, po besoj ndoj që edhe vetë fjalimi i Donald Trumpit në OKB e vendosi theksin te ky rreziku i madh që ka nosur te Evropës nga emigrantët, si thosh. Dhe në kontekstin e edhe të faktit që vetë Shqipëria është një vend me migracion që po mundson në fund ditës rritjen e ekstremit të djathtë edhe në Britaninë e Madhe, pra. Nigel Farage gjithë kryefjalën e vet e ka kundër emigrantëve që vinë kryesisht nga Shqipëria. Sigurisht duke i demonizuar, duke i nxjerrë jashtë kontekstit. Megjithatë, jemi në një situatë ku kushdo do duhet të pikërisht të ndalonte një moment dhe të reflektonte se çfarë jemi duke bërë. Ndërkohë që retorika e Edi Ramës që më tej përçohet si ai guri që hedh një pell ujë dhe përhapen ato valët me fjalën e gjithë deputetët e tjerë të PS-s, është ky treni i madh për BE dhe nxitimi i madh që ne duhet të miratojmë gjithë këto reforma. E njëjta gjë ndodhi edhe në Komisionin e Burimeve Natyrore të Infrastrukturës sot, ku gjithë le të themi përfaqësuesit e majorancës që morën fjalën e kishin mendjen te treni. Gjithë përmendën trenin, me pak fjalë, mos na humb nikos se erdhi treni. Këto është një imitim i pafundit të njëjtës metaforë që përdor Rama. Gjithsesi, imagjino për një moment sikur në vitet e ardhshme të kemi ndryshime pushteti në Francë apo në Gjermani, ta marr pushtetin ekstrem i djathtë. Këtu vetë ekzistenca e BE-s vjen pikpyetje. Lere më zgjerimi i BE-s. Kështu që këta që merren me trena dhe që mendojnë që ka vetëm një tren, edhe treni me dojemos po na pret ne, mezi po na pret ne, janë duke përdorur procesin e integrimit si ideologji, si propagandë. Thjesht dhe vetëm që të justifikojnë ose të mbulojnë problemet reale të Shqipërisë në emër të një projekti të madh, utopik, dhe kësaj të kalojnë lumin. Më kujtove si rastin e Melonit, se nuk e di a e ke vënë re që sa herë ne flasim për marrëdhënien midis Edi Ramës dhe Giorgia Melonit, patronazhistët që komentojnë rrjetet sociale bëhen gjithë kavalier. Do thënë, themi ne që ore si vetë kryeministri i vendit i përgjunjet, kryeministres që vendi tjetër e vet poshtrohet, e vet poshtron kësaj edhe shtetin e vet, gjithë patronazhistët thonë, tamam si me qenë kavalier. Po ai është zotrie, po i përulet që gruaja thua se Edi Rama kalorës i këtyre historive mesjetare. Ndërkohë që marrëdhëniet midis shteteve kanë protokoll, kanë mënyra të paracaktuara të sjelljes, nuk je duke takuar një shoqen tënde në një darkë private, je në sy të opinionit publik dhe kur ti përgjunjesh, ti je duke vendosur në gjunjë shtetin tënd. Do të thënë është tamam një akt prej kuislingu. Pra, në kushte paqe, pa të pushtuar njeri, ti sillesh sikur ti je kuisling, sikur ti je, si thua, më këmbë si një shteti pushtues në shtetin tënd. Jo, nëse kuisling edhe në historinë e Shqipërisë ka pas plot kuisling për turpin e tyre,
kanë vepruar në mënyrë tillë pasi ushtria të ka pushtuar, pasi ka ardhur dera e shtëpisë, ky bën gjeste për Quislingu me këtë lloj provincialitetin e vet. Edi Rama ka një gjë hiqe si shumë modern në sjellje, po ruan një thelb të thellë provincialitetin në raport me figurat e tjera të politikës ndërkombëtare, është i gatshëm tu tregoj atyre se si në rininë e vet kanë ndjekur televizionit italiane, ka parë filma italianë dhe në një farë kuptimi do të thotë atyre, ore ma pranoni dhe mua si italian, madje na pranoni dhe ne shqiptarët, sikur jemi italianë. Ke parasysh batutën e vet që italianët janë shqiptarë të veshur me Versace? Është tamam do të thotë që populli shqiptar nuk ka ekzistencë vetëm kulturore, politike, kështu me radhë, ne jemi thjesht shtojtë italianëve, ne jemi thjesht vëllezërit gjynafqar të italianëve. Provincë e Italisë ka quajtur një fjalim tjetër, Shqipërinë. Provincë e Italisë jugore, po prit më burrë se në historinë tonë njerëzit kanë vdekur për pavarësinë e vendit, për të pas një shtet shqiptar. 1920-ën i hodhëm italianët të det. Në luftën e Vlorës, sigurisht edhe me ndihmën e punëtorëve italianë që në Ancona bënin grevë dhe nuk lejonin imbarkimin e trupave që do të mbështesin trupat italiane në Vlorë. Po, simbolet janë shumë të rëndësishme. Nuk është thjesht çfarë më jep ti mua, çfarë t'jap unë ty, por është edhe autoriteti i shtetit në lojë. Kjo është shumë e vërtetë kjo që thua, sa i përket simboleve shtetërore që në fund ditës së Edi Rama me këtë tentativën e tij të dëshpëruar për të hequr si ky politikani atipik ose ky rebeli piktor që u bë dhe politikani ka përdosur, si më thënë, që nga fakti i thjeshtë që ka pas një protokoll për të mbajtur portretin e presidentit të Republikës në zyra shtetërore, pavarësisht se kush ishte ai, me fjalë ai ka vënë Ismail Qemalin, ose çka ka bërë me zyrën e tij që ka vendosur ato gjëra pikturat që bën, domethënë po që ka kosh basketbolli, zyra e shtetit është fusha atje e stërvitjes. Ka bërë këtë si biçim parku miliona euro me një fjalë, kështu që dhe bukur është diçka thotë që unë po e bëj për shtetin shqiptar, thotë. Se kur të mos jem unë do e gëzoj kryeministi i ardhshëm. Nga ana tjetër ky po projekton të vdesën pushtet. Ky projekton që pushtetin ta ketë të vetin e kushit tjetër ta trashëgojmë pas. Dhe ironia është që salltanetet e tij i përshkruan si investime për shtetin. Po edhe në vetvete nuk është se nga qeveria e Melonit, më thënë, kemi pasur një përfitim, në investim serioz, në investim në një sektor të rëndësishëm të vendit, me një fjalë. Ka pasur thjesht dhe vetëm kampe të burgosjes emigrante që janë nisë për tjetër kund dhe përfundojnë në malet e Shqipërisë, si thua, nga të cilët gjithsesi prap i hyn në këtë rrjetin e trafikeve për të ikur më tej, si thua, kështu që është një lloj për ulësie e kryeministrit ton që më duket se edhe vetë Meloni shpeshherë vendos në siklet në një farë mënyrë, sepse është kjo që thua ti, protokolli i shtetit që përfaqëson dhe nuk mund të jetë kaq, si thua, ashiqare e sheshit kjo mënyrë sjellje, me një fjalë. Vetë Rama e ka, me fjalë, do që në mes të evropianëve të jetë ky batutaxhiu, ky si thua autokrati i këtij shteti të vogël, që her pas here lëshon nga i batut, me një fjalë, edhe bëhet një farsoj kështu si Barsoleda mes liderëve, Gastori. Ky është niveli i seriozitetit. Por nëse për të rikthyer në çik te salla e kuvendit përsëri, me një fjalë se në fakt diskutimi u polarizua mes PD-s dhe PS-s, që nga njëra anë kishe Flamur Nokën që përmende këtë muhabetin e Arubas, se çfarë ndodhi në Aruba, par ky libri i shkruar nga gazetari italian që përmendeshin edhe disa përfaqësues banka shqiptare në takim me baronët e drogës, po pa dhënë specifika, me një fjalë thjesht të përmend Aruba si një batut, kështu me një fjalë, siç ndodh shpesh me Sali Berishën ndonjëherë, dhe nga ana tjetër duke përmendur edhe raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, pra sa i përket ligjit për investor strategjik. Nga ana tjetër ishin këta të PS-s që thjesht e vetëm me një fjalë i përmendin her pas here që shikoj se Sali Berisha është non grata. Një debat shterp, një debat që ngelet tejet në sipërfaqe në nivel batutash, nuk thellohet në problematikat, dhe që nuk prodhon asgjë në fund ditës, me një fjalë. Shiko si kapen me njëri tjetrin, se dëgjova këto batutat me bukurosh, midis Klevis Balliut edhe Belinda Ballukut, domethënë.
Nuk e di si ka mundësi që degeneroj debati parlamentar në batuta të tilla, në ngacmime të tilla. Është një lloj fyerje për ata që shohin për opinionin publik. Unë u habita herë që Belinda Balloku di të flas. Është hera e parë që e dëgjoj të pa para përgatitur, që të thot dy fjali. Edhe ato dy fjali që thot i përgjigjet Klevis Balliut me logjikën e Klevis Balliut. Më kupton? Domethënë me versioni dhe pastaj ziheshin kush më bukurosh se tjetri, kush është bukurosh autentik edhe kush është bukurosh artificiale. Më kupton tani? Njerëzit edhe po e paguajnë Belinda Ballukun si deputete, si ministre, leje bën pastaj jashtë ligjit. E Klevis Balliun po e paguajnë si deputet për të marrë seriozisht me problemet e vendit, për të kërkuar llogari njëri e për të dhënë llogari tjetra, jo për të bërë qyfyre me njëri tjetrin me këto lloj batutash të lodhura. Jo, në fakt, me një fjalë nga ajo që kam parur këto ditë, le të themi në kuvend, janë të pakt ata deputetë të opozitës, të cilët shtrojnë një farqasje kështu përmbajtësore të paktën sa i përket procedurave deri në këtë moment, se vetëm për këto është diskutuar. Ndërkohë që në vërtet janë të ndarë rolet, janë këta si të batutaxhin që lëshojnë nga këto si ariqet, janë edhe këta që të paktën thonë ndonjë fjalë sa i përket shkeljes së procedurave, një fjalë dhe me sa duket edhe siç u pa nga programi i kuvendit i javëve të ardhshme, nuk ka për të zhvilluar seanca e kërkuar për diskutimin e programit qeverisës, dhe thjesht do të vazhdohet, si më thënë, me projekt ligjet e propozuara nga qeveria, nga Këshilli i Ministrave pra, dhe vetëm kaq me fjalë. Kjo. Të kuptoj. Mirë. Çfarë ka ndodhur tjetër këtë javë është botimi i raportit Departamentit Amerikan të Shtetit, që thotë është Ministria e Jashtme e Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili thuase kishte lexuar qendrimet e lëvizjes bashk, sepse shumë nga temat që ne kemi prekur, do të thënë nga koncesione tek diskriminimi i investimeve të huaja, tek korrupsioni, te mungesa e barazisë përpara ligjit, te problemet e pronos, te pasiguria juridike në përgjithësi evidentoheshin si probleme të mëdha. Dhe interesant është fakti që kur palët e lexojnë këtë raport, përsëri kufizohen vetëm në një element apo dy elementë që interesojnë e partikulare secilës prej tyre. Pra, PS-ja thot, i njëjti departament shteti Berishën vazhdon ta ketë non grata, të ju s'keni gojë të flisni, edhe PD-ja flet për 2-3 gjëra pa shkuar poshtë sipërfaqes. Pra, pa kërkuar e pa denoncuar, or kush janë këta që përfitojnë nga ligji i investitorëve strategjik. Ha që diskutojmë çik. Çfarë janë këto oligarkë? Kush janë këta? Janë entitete misterioze? Jo, në fakt janë këta që ne edhe në podcastin tonë me veli i kemi përmendur plot herë, dhe për hir të së vërtetës kjo që shkruan raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit është diçka që edhe në diskursin publik, pra është pak a shumë e njohur, është denoncuar plot herë, veç se pra që nuk bëhet fjalë për investitor strategjik, bëhet fjalë për miq strategjik të Edi Ramës, do t'i quaja unë, pra, sepse janë këta oligarkët e mëdhenj të cilët po të marrin thjesht bregdetin, le të themi, si investor kryesor që kanë përfituar nga ky si ligj, me fjalë që nga palasa e Zamirmanes, te rezortet e Frangajt, te rezorti i Burrit të Olta Xhaçkës, te ky Gazpajës, e nuk e di kush tjetër janë aty, pra. Me radhë janë, po pra, i pari në palas. Praktikisht janë këta njerëz, janë miq strategjik të Edi Ramës, të cilët kanë përfituar nga një ligj që kur u qep, si thua, që kur u hartua dijej se për kë hartoi dhe për kë qepi. Veç se unë duhet ngelem çik te kjo retorika që dëgjoj shpesh, edhe në për studio televiziv kemi qenë, që thotë që shkose po të donte Edi Rama, nuk do t'u jepte këto privilegje oligarkëve. Dhe në parim, të paktën, kjo qëndron, sepse nga pozita e kryeministrit, një njeri ndershëm, le të themi, ka mekanizmat në dorë ligjor që të mos avantazhoj një oligark në kurriz të konkurrencës në treg, të mos shemb rafinerinë e Raftës që të përfitojë kastratit, mos i lër pa ujë banorët që të mbushen pishinat e atij tjetër. Kështu që në parim e ka në dorë që ta ushtroj ligjin, duke mos avantazhuar një pjesë që janë këta që ne quajmë oligark, pra.
Problemi qëndron që a është thjesht vullneti Edi Ramës tu, apo është në fund të ditës pamundësia qoftë edhe e tij për të dalë jashtë modelit që përfaqëson Partia Socialiste, pra sepse praktikisht janë oligarkët, duke Edi Rama u kthen favorin oligarkëve, u kthen borxhin, ndihmën që ata i kanë dhënë, qoftë nëpërmjet aferrave korruptive që mund të ndajnë me njëri tjetrin, po qoftë edhe nëpërmjet investimeve për të bërë këto fushata madhështore që bën si thua edhe PS-ja po edhe PD-ja me lidhjet që ka me oligarkë të ndryshëm. Kështu që në një mënyrë podiumi në mënyrë metaforike po edhe në mënyrë literale si thua nga ku flet Edi Rama gjatë fushatës elektorale është i paguar, është i ngritur si thua nga oligarkia ekonomike. Rrjedhimisht nuk mundet që njëri si Edi Rama ti pres lidhjet me oligarkinë ekonomike pa rënë nga pushteti, pa humbur privilegjet që, si më thosh, ky mekanizmi i riciklimit të Partisë Socialiste në pushtet ka ngritur deri në këtë moment. Fatos Nanoja, kur u zun me njëri tjetrin në vitin 2002-2003, thoshte për Edi Ramën që e mora me thonjt pa prerë nga Parisi dhe e bëra ministra. Nuk e di sa e vërtetë është kjo, po e thoshte Nanoja. Tani, po kjo ka një lloj të vërtetës. Cila është e vërtetë që Edi Rama nuk është mbi njeri. Edi Rama, në thonjza, është njeriu i çfarëdoshëm, me thonjt pa prerë mbas ose të prerë, nuk e kam iden, që përpara se të bëj pjesë e këtij mekanizmi, ishte askushi. Madje edhe duke qenë thjesht ministri i kulturës, hapi i tij për të bërë dëm e për të vënë në shërbim të oligarkëve ka qenë mjaft më i kufizuar nga ç'u pasi u bë kryetari i Bashkisë Tiranës. Në momentin që bëhet kryetari i Bashkisë Tiranës, ai ka mundësi të jap leje ndërtimi. Dhe aso kohë leje ndërtimi i jepte vetëm bashkia, nuk është si tani që e ka marrë Këshilli Kombëtar i Territorit ku prapë Rama është kryetari i saj. Dhe Edi Rama që në fillim viteve 2000, aty ka nisur bumi i ndërtimeve në Tiranë, e ka parë dhënë lejeve ndërtimit, edhe si një mundësi për të pasuruar vetë, edhe si një mundësi për të rritur peshën e vetë politike, në fillim në Partinë Socialiste, si i dyti mbas Fatos Nanos, por pas dorëheqjes Fatos Nanos, është ajo infrastrukturë oligarkike, mediatike dhe parash që i mundsoi atij të fitonte kreun e Partisë Socialiste në vitin 2005. Edi Rama ka pas rival të vetin, Recep Mejdanin, dhe nga pikpamja e autoritetit politik, Recep Mejdani qëndronte më lart se Rama. Recep Mejdani ka qenë i mbështetur nga Fatos Nanoja, kryetari nikje i asaj partie. E prap Edi Rama e fitoi Partinë Socialiste, sepse nuk i duhej dash autoriteti apo reputacioni, po i duhej fakti që ishte kryetari i Bashkisë Tiranës dhe si kryetari i Bashkisë Tiranës, përmes lejeve ndërtimit, mund të ndërtonte një klientel ndërtuesish, oligarkësh, të cilët jo vetëm bëheshin të pasur vetë në kurrizë qytetit, por dorovisnin edhe për Ramën edhe për njerëzit e tij, dhe mbi të gjitha, dhe këta e kuptuar më herët, i jepnin atij mundësi ose privilegje të natyrës të komunikimit apo televizive. Se mos harro diçka, shumica e pronarëve televizioneve në Shqipëri, atëherë dhe tani janë ndërtues. Pra, jo vetëm para, po japin edhe kohë televizive. Unë kam pasur një të ftuar këtu përpara disa muajsh Andi Bushati dhe tregonte një bisedë që ai kishte dëgjuar midis. Ja i tregonte ky nga ish pronarët e klanit, Skëndo, Marcel Skëndoja, ja tregonte Bushati dhe i thoshte që Rama atëherë na fali ca palestra tek stadiumi Qemal Stafa dhe tha nuk na kërkoi lek drejt për drejt, por na kërkoi thjesht mbështetje. Dhe Andi Bushati dilte në përfundimi që ky njeri edhe lek bën sigurisht me gjëra të tjera, po mbi të gjitha duke krijuar infrastrukturën e tij politike, që thotë është duke vënë një televizion të tërë në dispozicion të tij, TV Klanin, aso kohë ose Top Channelin. Marrëdhëniet e afërta të Ramës me Top Channelin nisin që në fillimet e Top Channelit, domethënë me sa mbaj mend s'ka pasur një krizë midis tyre. Në gjë të vogël, por ka qenë në mënyrë konstante një televizion gjithmonë në shërbim me edicionet e veta informative, me debatet e me gjithçka tjetër të interesave të Edi Ramës. Pra, ky njeri ka ndërtuar pushtetin e vet përmes kësaj marrëdhënie intime me oligarkët. Departamenti Amerikan i Shtetit ankohet se në Shqipëri është e vështirë që të vinë investitorë të huaj. Edhe tani mua më kujtuan ca teori të zhvillimit para 40-50 viteve,
teoritë e varësisë quheshin, edhe ato në fakt ishin skeptike ndaj investimeve tuaja, sepse thoshin që ne duhet të mbështesim borgjezinë vendase, që borgjezia vendase të investojë në industri dhe të kemi edhe tarifa dhe kuota të larta doganore derisa të shëndoshet, derisa industria jonë të kalojë fazën e foshnjërisë. Dhe ata aspironin të ndërtonin në vende Amerikës Latine tamam këtë lloj borgjezie kombëtare, që vazhdon të jetë borgjezi, vazhdon të operojë brenda tregut, por është më e lidhur me strukturën ekonomike me shoqërinë e vet. Por oligarkët nuk janë borgjezi kombëtare, sepse nuk investojnë në industri. Pra oligarkët po ta vësh re janë investitorë në ndërtim, në turizëm, në media, pra në sektor spekulativ, në sektor që nuk është se forcojnë muskujt e ekonomisë vendase, po thjesht pastrojnë para. Pra në këtë sens, ndryshe nga çfarë parashikonin teoricienët e varësisë, pengimi i investimeve tuaja nuk është një lajm i mirë që do zëvendësohen nga investitorë shqiptarë. Jo, është një lajm i keq, sepse tregon që në vend të një investitori serioz tuaj ti ke një dallkauk oligark shqiptar që thjesht duke bërë para si çiftligarët para 100 ca viteve. Më kujtua nga kjo që the tani në fund që edhe qasja e Putinit në momentin si thua që erdhi në pushtet ishte ndaj le themi atyre që më pas u bën oligarkët rus, ishte pikërisht kjo që gjitha këto burime natyrore, këtë industri të ngritur që nga koha e Bashkimit Sovjetik kishte le themi në ato momente Rusia, Putini donte të mos ja jepte si tush kapitalit huaj, donte të ishin këta oligarkët lokal që u ngritën dhe po që gjithsesi ishin nën hyjmin e Putinit, edhe sot e kësaj ditës, asnjëherë nuk u vendos në një pozitë të kontrolloj prej tyre, se her pas here i godiste, apo ose pozitat e Putinit janë krejt ndryshe nga ato të Edi Ramës sot, si thua. Kështu që, po megjithatë, kur po flisje pra për modelin e rrjetit të pushtetit që ndërtoi Edi Rama që kur ishte kryetar bashkie, më kujtua pikërisht që i njëjti model u ndoq edhe nga Erion Velie, pra po ta vështre pra. Që me këto 5 dënë të cilën akuzoi, si thua, gjithmonë përfitej që kur ishte periudha e fushatës, ishin këta drejtorët e vet, të cilët atë para që kishin vjedhur praktikisht nga taksat, e taksapaguesve, e lëvronin, e hidhnin lum gjatë fushatave elektorale, si qoftë për të blerë vota, por qoftë edhe për gjithë shpenzimet e tjera që kishte fushata. Dhe për hir të së vërtetës, nga gjitha rastet që ka marrë SPAK-u në shqyrtim, mua më duket se është vetëm rasti Erion Veliajt ai në cilën ke të bësh edhe me ndërtues, pra me këta, po t'i quajmë oligarkët e vegjël rrotull Veliajt, si thua, pra kupton, të cilët akuzohen dhe janë drejt për drejt lidhur me Veliajn, nuk janë realisht të lidhur me Ramën, se po të shkoj më tej, po të shkoj tek inceneratorët e me radhë, atëherë detyrimisht do hynte në lojë dhe Rama. Dhe më bëri përshtypje për më tepër një deklarate e Monika Kryemadit, kur doli nga zyrat e SPAK-ut dhe tha që këtu tha ne na akuzojnë, pra atë dhe Ilir Metën e akuzojnë për korrupsion. Tha, megjithatë nuk ka marrë në pyetje, nuk ka marrë të pandehur, edhe ata biznesmenët ajo, të cilët supozohet se na korruptuan neve. Dhe bëhet fjalë sigurisht për Sabi Rmanin, për ligjin e minierave, për vilat me jacuzzi që ashtu. Dhe pikërisht ky është thelbi, do thoja unë, që ose si thua ai guri i provës që do dëshmoj edhe vërtetësinë e SPAK-ut në një farë mënyrë. Nuk është thjesht çështja që të arrestoj të korruptuarit, por duhet të arrestoj edhe korruptuesit, se edhe ligji e parashikon një gjë të tillë fjalë. Kështu që veçse korruptuesit e mëdhenj janë ata që janë pikërisht miqtë e Edi Ramës, kështu që presim të shohim ende. Është si të akuzojnë për kërcim të palishëm, edhe vetëm një nga partnerët të shkojnë në burg. Me që e kishim dhe tangoja që kërcehet me dy palë, në njërë anë janë politikantë korruptuar, dhe këtu ekziston liria plot e fjalës në Shqipëri. Pa ti mund ta quash Edi Ramën, Sali Berishën, Erion Veliajn, Belinda Ballukun, mund t'i quash korruptuar. Mirë po, asnjë nga këta, kur akuzon tjetrin për të korruptuar, nuk guxon të flasë për partnerët në krim. Pra cilët janë oligarkët që po i korruptojnë ta politikanë ose i kanë korruptuar këto politikanë në mënyrë që të përfitojnë për vete në dëm të interesit publik. Edhe debati mbi raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit është një debati mangët sa kohë nuk flitet për oligarkët me emra. Cilët janë këta që kanë përfituar nga ligji investitorëve strategjik. Ti renditet shumë mirë me emra, nga Samir Mania, te Dulakët, tek lloj personazhesh nga tek ky Ulaj që ka marrë koncesionin, Kastrati, aeroportin, të tjerë, ky i spitaleve, Allajbeu që ka marrë
2 prej koncesioneve shëndetësisë, pra janë shumë, ose me 10 themi, oligarkët që përfitojnë drejt për drejt nga pushteti. Mirë po, si qeveria që i jep këto koncesione, ose këto leje ndërtimi, ashtu edhe Partia Demokratike që me demek akuzon qeverin, nuk guxojnë të flasin për oligarkët. Edi Rama thotë Shqipëri nuk ka oligarkë. Shqipëria, sipas Edi Ramës, është si Gjermania. Do kupton? Me një elit biznesmenësh që respektojnë ligjit, investojnë, kështu që s'kemi ne Volkswagenin edhe Mercedes-Benzin, ndërkohë që Sali Berisha thotë që oligarkët janë fakir, janë të nështruar ndaj Ramës, mezi po presin shkretët, tregun e lirë, që të fitojnë më pak me treg të lirë, sepse ky sundim i Ramës po i bën miliarder me zor. Pra, në qoftë se në njërë anë kemi dramën, tragjedin, në anën tjetër kemi komedin. Pra, kemi një qeveri që bën dëm dhe një parti demokratike që bën për të qeshur. Dhe këto janë 2 anët e të njëjtës medalje. Pra, është një fytyr janusi, një figurë mitike, ku është e njëjta qafë që mban 2 koka që shohin në drejtime të ndryshme, po sigurisht janë të lidhura në mënyrë të pasgjeshme njëra tjetrën. Për ta bërë ndoshta një çik edhe më të kuptueshme për qytetarët të çështjen e lidhjes së politikës me oligarkin, unë do bëj një krahasim. Është e ngjashëm siç ishte për shembull kur ishte Sali Berisha në pushtet, që një pjesë e mediave kryesore mbështesnin Berishën, një pjesë mbështesnin Ramën. Njësoj edhe me oligark. Një pjesë oligark, një pjesë shumë e mirë oligark mbështesnin Berishën, një pjesë Ramën. Ç'a ndodhi? Ku erdhi Rama në pushtet, edhe për shkak të pushtetit të tij të zgjatur, si thua, me 3 mandate ka hyrë te i 4-ti, atëre ata oligark që ishin me Berishën shkuan me Ramën. Ato televizione që dikur mbështesnin Berishën, mbështesin Ramën. Veçse ne, ose çdo qytetar që bën një farë analizë, si thua, nuk mund të mos denoncoj faktin që këto media të mëdha pra nuk i shërbejnë opinionit publik, por i shërbejnë interesave, propagandës, tashmë të Edi Ramës, dikur të Berishës, tashmë të Edi Ramës. Njësoj edhe me oligarkët. Duhet të denoncojmë faktin që këta oligark, që shpeshherë janë dhe pronar mediash, praktikisht janë ata të cilët përfitojnë në kurrizë të konkurrencës në treg, të qytetarëve, të taksapaguesve që mbledhen nga qeveria, pra janë përfitues të drejt për drejt pra. Kështu që duhet evidentuar fakti që ky është një sistem politiko-oligarkik i ngritur në kurrizë të interesit të qytetarit thjesht, sepse nëse se bëjmë këtë, jemi të pasinqert me qytetarët. Nuk vlen argumenti që thotë që po shikoj se biznesmeni për të fituar ka hyrë në treg. Po dakor, më vërtet ka hyrë për të fituar. Çështja është se si fiton, në kurrizë të kujt fiton dhe a është apo nuk është duke e shkelur ligjin. Sepse nëse po e shkel ligjin, atëherë duhet denoncuar. Njësoj pra edhe korruptuesi edhe i korruptuari. Vërtet që ligji në radhë parë, si më thon, nuk duhet shkelur nga kryeministri, dakord, po edhe të gjithë ata rrotullti të cilët e ripërtërinë edhe në pushtet janë fajtor dhe duhen denoncuar. Dhe në fund të ditës kjo është ajo çka ne lëvizjem bashkë, pra na diferencon në qasjen tonë politike, në artikulimin tonë politik nga partitë e vjetra, pra. Dhe kjo është një, si thua, arsyeja themelore dhe thelbësore, edhe pse kësaj dorësh së shtrirë për të satën herë nga Partia Demokratike do ta refuzojmë, si thua, sepse praktikisht përfaqësojnë të njëjtin model, pra, kështu që ndalemi pak te kjo dora e shtrirë, pastaj bëri prapë oligarkinë. Okay. Shumë interesant fakti që dolën ja 2 përfaqësues PD-s para sa ditës, se thanë i shtrim dorën lëvizjes bashkë Arlind Qorit për kandiduar së bashku në zgjedhjet e Tiranës, madje duke lënë nën kupton që mund të mbështesin edhe një kandidat nga lëvizja bashkë. Unë sigurisht të nesërme nuk e di, pyetën në një televizion, i thash jo, s'bëhet fjalë për arsye morale, politike, nuk kemi asnjë lidhje me PD-n. Pyeti gazetarja, po sikur PD-ja tha mos fare, tha mos vër kandidat, e thoni votoni Arlind Qori, ato bashkëpunoni, thash prapë edhe këtë, i thash jo, sepse nuk duam të kemi asnjë njoll, sigurisht ne do të bëjmë thirrje çdo votuesit PS-s apo të PD-s që të votojë për lëvizjen bashkë, mirë po ne nuk duam të kemi marrëdhënie, të kemi borxh të korruptuarve. Tani, pasi ata na kishin ftuar disa herë, doli Flamuri i famshëm, edhe tha që ne dha i bëjmë thirrje gjithë bashkëpuninë, tha përveç ta komunistëve, tha të Arlind Qorit, tha me ekstreme majt nuk kemi të bëjmë. Tani, një minutë, nëse ti ke parim këtë gjë, i qëndron gjithmonë. Jo para 2 ditësh të fton, e mbas 2 ditësh thot nuk të kanë ftuar fare. Është një lloj paralelje me ata që, ku diun, kërkojnë një partnere ose një partner, shkojnë i kërkojnë dorën dikujt,
ajo për shembull e refuzon, nuk dua të lidhe me ty, edhe ti mbasi të refuzon, i futet 3-4 çara nga mbrapa e thua un kurrë s'kam dashur ti, po prit se është sy të gjithëve kjo punë. Tani, për ta bërë çik më serioz, jo, të them diçka për këtë me fjalë, u provua dhe para zgjedhjeve të 11 majit ky variant i dorës së shtrirë dhe përfundoi në një telenovel tejet qesharake me fjalë. Ndërkohë që kur dora e shtrirë me Sali Berishës dhe Ilir Metës dikur, dhe pastaj me Ilir Metës dhe Edi Ramos, ishte një skandal në opinionin publik edhe nga vetë bazat përkatëse të partive me një fjalë që hyn në marrëveshje me dorën e shtrirë të Ilir Metës. Këtë gjë po na kërkojnë edhe neve tani. Dora e shtrirë është djegur e si fjalë, edhe si shënjues. Është gati për të bëhemi qesharak me të. Gjithsesi, te oligarkët, çfarë po ndodh? Ditët e fundit në Tiranë, ka raporte mediatike që në Tiranë do vazhdojnë ndërtohen kulla në mënyrë frenetike. Pallatet larta janë 3-4 që do ndërtohen tek poshtë digës së liçenit artificial. Ndërtuesi i tyre është Bashkim Ulaj edhe dikush tjetër, s'po vjen emri tani. Ka ndërtuar Ulaj vite më herët ca kulla poshtë digës të liçenit artificial, aso kohë ka pas ambientalistë që kundërshtonin, madje kur ka qenë PS-ja në opozit, sepse ato kulla i ka dhënë Lulzim Basha, kullat e para tek liçeni artificial, PS-ja ka kundërshtuar, e ka çuar dhe gjykat, tani e ka harruar fare atë çështje, se deri dia akuzonte PD-n edhe Lulzim Bashën, tani s'është problem fare, ju bezdisin 4 kulla, shtojmë edhe 4 tjera. Dhe nuk do të harrojmë që ajo ka qenë një hapësirë publike, me gjithë ajo zonë poshtë liçenit artificial ku ka qenë edhe fushat e asaj që pastaj u quajt Parku Olimpik, ka qenë një hapësirë e madhe publike dhe kjo është tjetërsuar dhe është ngrënë në mënyrë të tmerrshme. Kjo nuk është një mënyrë për të bërë biznes, kjo është një mënyrë për të vjedhur qytetarët nga pasuria e përbashkët. Pra jepet toka publike, falet toka publike, ose shitet për 2 lekë toka publike në mënyrë që ata që janë miliarderë të bëhen akoma dhe më shumë miliarderë. Tani kundërshtarët tanë akuzojnë këta komunistë poshtë janë kundër biznesit, jo nuk kemi kundër biznesit. Ne mezi presim që të ketë një investim, mezi presim që dikush të hap një bujtin, një njeri tjetër të investojë në bujqësi, një tretë të investojë në industri. Madje në programin ton kemi jo vetëm lehtësira fiskale, po kemi parashikuar edhe subvencione për ata që marrin guximin të investojnë në industri dhe të konkurojnë në tregun e madh global, dhe të rrisin kësaj kapacitetet industriale të ekonomisë shqiptare. Pra ne e përkrajmë, e mbështetim biznesin ndershëm, sepse biznesi është, mos harruar, është mekanizmi së bashku me punën, është mekanizmi që i prodhon të mirat e një shoqërie. Mirë po, ne jemi kundër kësaj forme feudale të bërit biznes, ku ti zapton, tjetërson hapësirën publike, kur ti nuk e, do të thënë, ajo që ti bën nuk është se po zhvillon ekonomikisht, nuk është se po e bën vendin më të jetueshëm, por thjesht po pastron paran, po zhduk hapësirën publike, po ndikon në përkeqësimin e shëndetit publik, po keq trajton punëtorët, po e bën qytetin me më shumë trafik, me më shumë smog, e me 1001 të zeza. Kjo është një mënyrë grabitqare dhe nuk është tamam biznes, se biznesin nuk kupton si përmarrje, risk. Ky është biznes pa risk. Kullat në Shqipëri janë biznes pa risk. Nuk ka në terminologjinë ekonomike biznes pa risk. Do të thënë, edhe ata që justifikojnë fitimin, kur bëheshin debatet e mëdha në shekullin 19 dhe 20 midis liberalëve dhe socialistëve. Liberalët mbroheshin duke thënë fitimi duhet të ekzistojë për shkak se sipërmarrësi rrezikon paratë e tij. Pra, fitimi është shpërblimi për rrezikun. Sepse ka pas dhe një rrym tjetër në ekonominë politike, të lidhur me David Ricardon, por pastaj edhe me mendimtar më socialist, që thoshte që është puna ajo që vetëm puna ajo që jep vlerë një malli. Dhe liberalët përgjigjen duke thënë që jo, sepse edhe kapitali, edhe ai që investon merr një risk. Mirë, çfarë ndodh në sektorin e ndërtimit në Shqipëri? Me këta që investojnë në kulla, me ata që investojnë në sektorët, që këta i quajnë ngjashme strategjik, por që në fakt është thjesht turizmi. Këto janë investime ku fitimi është i sigurt. Kur ti nuk ke nevojë as për parat, sepse thotë parablihen. Po kupton, parablihen. Ku pastrohen paratë e pista në pjesën tjetër. Pra kjo nuk është biznes, nuk ka risk. Është një sipërmarrje feudale, grabitqare, që minimalisht duhet denoncuar. Dhe është detyra e çdo partie opozitare ta denoncojë dhe për fat është Lëvizja Bashkë denoncon se të tjerët ja fusin gjubin, a nga frika, a se marrin pjesën e tyre nga oligarkët, nuk e di.
Edhe atëherë kur ka një lloj risku si në, le të themi, në rezortin e Samirmanes në Palas, që është fakti që nuk gjetën ujë edhe pse shpuan tunelin me radhë, ai shkon dhe u merr banorë dhe mbarojnë zero risk me pak fjalë. Po duhet të rikthehem çik te Tirana. Duhet të bëj thirrje gjithë qytetarëve të Tiranës, kudo ku shihnin në Tiranë një hapësirë e cila mund të jetë në ferra ose e cila duket sikur është e rënuar. Për shembull, po ta vësh re këtu ngjitur me inxhinierin e ndërtimit tek Unaza afër me 21 me një fjalë janë ku ka qenë mos gaboj një lloj klubi sportiv, jo klub. Dajt, fushat e Dajtit. Te fushat e Dajtit ke parasysh aty janë, si thua, një sër dyqane të cilat janë të rënuara. Diku nëse mban mend ishte ekspozita, që ishte djegur apo jo, dhe sot po ndërtohen kulla me paratë drogës. Këtu tek ish Nëntkaçet, ishte një godinë e rënuar e lënë e djegur ashtu pastaj u bë dhe ajo kull. Kudo ku ka një hapësirë e cila nuk është kthyer si thua në shërbim të qytetarëve, e cila potencialisht mund të ishte një hapësirë, një park, një hapësirë rekreative në të mirë të qytetit, është lënë qëllimisht sepse ende s'janë marrë vesh si thua muhabetet për të ndërtuar një kull. Tani, ky nuk është model as ekonomik, ky është thjesht model spekulant totalisht. Madje ajo thirrja e Diramës që u bën pra, si thua, qytetarët huaj për të blerë apartamente në Shqipëri, po ta vësh re është thjesht, e përmend edhe në podcastin e shkuar, është kryeministri në rolin e agentit imobiliar për këta është një orë që thot me dokumenta, e ke parasysh. Fiks, është që del me dokumenta. Po bën agentin imobiliar për interes të oligarkëve të kullave me pak fjalë. Ky është modeli ekonomik i Edi Ramës dhe me drejt shumë mirë përmend faktin që ne e vëm theksin tek industria prodhuese. Ku e gjen që të ketë investime të huaj ose vendase në prodhim pra. Shteti duhet investitor strategjik të ketë prodhuesit, jo spekulantët që shkojnë aty një bregdet të mrekullueshëm që mund të ketë, le të themi, bregdet të jugut, i japin oligarkut të radhës se ky investor strategjik. Pra, logjika e investimeve strategjike është që ti ndihmosh ata që investojnë në sektor shumë të rrezikshëm. Pra që mund të rrezikosh me një herë falimentin dhe ti ke nevojë për një ndihmë paraprake në mënyrë që ti rezistosh mbështetjen e shtetit, pra që por në momentin që ti investime strategjike ke vetëm turizëm. Turizmi është fitimi i sigurt. Në Shqipëri është fitimi i sigurt. Me bregdetin që kemi ne, me natyrën që kemi ne, është tamam fitimi i sigurt. Gjithsesi, më kujtove diçka, se përmende ngrehina të rënuara, ferra. Mirë, unë kam dhe një ide tjetër. Janë dhe parkingjet. Çdo parkim në fushë të hapur në Tiranë është një shesh i arshëm ndërtimi. Po. Dhe përvoja tregon këtë gjë. Kemi disa parkingje edhe në hyrje të filologjiku të parkut të Qenit, kudo në për Tiranë që janë këto parkimet në zonat vërtet të mirëfillta urbane. Më fal, ti e mban mend që doli Erion Veliaj te rrethrotullimi i Avni Rustemit, sheshi Avni Rustemi tha do ndërtojmë dha një parkim se i nevojitet jashtëzakonisht shumë dhe aty do bëhet prap ndërtim domethënë. Gjyskull, hoqi rrethrotullimin që është i domosdoshëm për qytetarët dhe tani kanë një rrugë me si thua dy kalime që praktikisht për të bërë një kull. Diçka që ne mund ta nisim diskutimin sot, po besoj se do ta duhet një podcast në vete. Është një faktor që është lënë çik jashtë vëmendjes kur flitet për pastrimin e parave, gjithë sektori bankar. Sepse nëse pastrohen kaq shumë para në Shqipëri, miliarda euro, ka raporte para pak viteve që thonë, ku flasin për disa miliarda euro që pastrohen në Shqipëri, një pjesë e këtij pastrimi të parave kalon domosdoshmërisht nga bankat. Dhe bankat kanë ngelur një çik jashtë vëmendjes kritike, edhe politike, edhe gazetareske. Pra mënyra se si krimi organizuar kudo kur pastron parat, përdor infrastrukturën bankare. Dakor? Dhe bankat në Shqipëri edhe kredidhënien e kanë shumë të kursyer për faktin se janë duke marrë flukse parash që janë jashtë logjikës të shëndetshme bankare. Pra bankat japin pak kredi për investime, çik më shumë për shtëpi, po edhe ajo prapë është e kufizuar dhe dikush gjithmonë shtron pyetje, por si ka mundësi që këto banka prapë kanë fitime të jashtëzakonshme? Mos ndoshta siç ka raporte gazetareske ose dyshime, edhe bankat në Shqipëri janë të përfshira në pastrimin e parave, pra është një trekëndësh midis atij që pastron parat, oligarkut që është ndërtuesi formal, bankave që ndonjëherë oligarku është vetë pronari bankës. Po. Samirmani e ka akoma më duket. Tirana Bank, po i ka bërë.
Sa mirë, do thënë. Si ka edhe. Po. Është dhe sektori, është një sektor që ngel pjesërisht jashtë vëmendjes publike. Padyshim, sepse është një ndër sektorët që përfiton nga ky trafik i madh i parasmi, fjalë dhe që detyrimisht do duhej ndoshta të kishim një seksion të posaçëm edhe të spakut për krimin ekonomik, të fokusuar qoftë tek mënyra e financimit të gjithë këtyre kullave, qoftë edhe pastaj te vetë sektori bankar, roli që luan aktorët e ndryshëm. Kështu që praktikisht ka shumë për të folur, shumë edhe për të hetuar në një farë mënyrë, po që gjithsesi. Mirë, shkojmë një pikë tjetër, sepse qeveria na ka dhënë lajmin e mirë, s'na ka dhënë ne se jemi akoma në moshë pensioni, por ka dhënë lajmin e mirë pensionistëve që prej datës 1 tetor pensionit do indeksohen me plot 2.5%. 2.5% duket shifrë qesharake, por akoma dhe më qesharake ku e konverton me sa para, pa diku dhe 3-4.000 lekë të vjetra, do indeksohen pensionet në Shqipëri. Pra pensionisti do jetë 3-4.000 lekë të vjetra, më i pasur nga pamja formale, sepse realisht kjo është thjesht përgjigje ndaj rritjes përgjithshme të çmimeve. Mos harrojmë, Edi Rama ka premtuar 400 euro pension mesatar në Shqipërinë e 2029 apo 2030. Si e ke parë këtë situatë? Atëre, kam nxjerrë disa shifra këtu, për shkak se janë domethënëse shifrat me një fjalë, që në radhë parë duhet të sqarojmë që s'bëhet fjalë për rritje pensioni, bëhet fjalë thjesht për indeksim, pra, në norma e inflacionit që përkthehet në pension. Tani, nëse marrim shumë pensionin mesatar, po flas me të vjetra, 183.000 lekë, le të themi pak a shumë. Indeksimi me 2.5% do të thotë që do rritet me 4.500 lekë të vjetra në muaj. 4.500 lekë të vjetra në muaj, çfarë mbase. Ndërkohë, siç e përmendë, premtimi i Edi Ramës është që pensioni mesatar në fund të 4 vjeçarit të tij qeveri do jetë 400 euro. Që do thotë se do duhet të arriste pensionin çdo vit me 54.000 lekë të vjetra në muaj. Tani 54.000 lekë të vjetra në muaj do nënkuptonte një rritje me 30% të pensionit aktual mesatar. Tani nga 30% ky e indekson 2.5%, pra. Nuk e di, nëse kjo nuk është tallje me një grup kaq të madh njerëzish që janë pikë të hallit, janë ndoshta edhe për shkak të moshës së tyre të pafuqishëm totalisht në situatën ku ndodhen, atëherë çfarë thuash tjetër? Shikoj cila është strategjia e qeverisë. Të kombinoj indeksimin shumë të ulët në muajin tetor me një bonus të fund vitit. Bonusi mund të jetë 50.000 lekë, mund të jetë 100.000 lekë, mundet në rastin më të mirë të jetë një pension, shtesë. Këtë gjë Edi Rama e ka bërë edhe në vitin e kaluar. Tani, kur vjen puna e indeksimit, shtetet e tjera kanë disa metoda të indeksimit. E para, është indeksimi që bëhet në Shqipëri. Merret mesatarja të gjitha çmimeve, dhe thotë që nëse inflacioni ka qenë 2.5%, vitin e fundit do indeksoni 2.5%. Një indeksim më serioz është ai i cili merr në shqyrtim çmimet e artikujve që përdorin pensionistët. Se pensionistët nuk blejnë bizhuteri, nuk blejnë as apartamente, do të thonë. Merr në shqyrtim shportën, ushqimet, që kjo nuk bëhet në Shqipëri. E dyta, është një metodë që zgjedh midis inflacionit dhe rritjes ekonomike. Kur rritja ekonomike është më e lartë se inflacioni, atëherë pensionet duhet të indeksoheshin në bazë të rritjes ekonomike. Pra Edi Rama mburre 3-4% rritje ekonomike. Ndërkohë që indeksimi ishte 2.5%. Gjithsesi, logjika e indeksimit në Shqipëri është disfunksionale për arsye shumë thjesht. Pensionet janë jashtëzakonisht ulta. Pra, indeksim do të thotë në rastin më të mirë ti të mbash njëjtin standard jetese. Kur standardi yt jetese është jashtëzakonisht i varfër, indeksimi është komplet i kot. Pra, ti vjeti që duke vdekur për bukë. Si vjet qeveria të mundson të vdesësh një lloj për bukë në të njëjtën mënyrë si vitin e kaluar. Pra, prandaj në Shqipëri duhet një dysheme sistemin e minimumi jetik. Duhet vendosur minimumi jetik. Ne kemi llogaritur diku te 250.000 lekë vjetra, sot minimumi jetik dhe kjo do të jetë baza për pensionin minimal. Pa jo ai 97.000 lekë apo 99.000 lekë që jep sot, po duhet të jetë mbi dy fishi i këtij niveli dhe pastaj të gjitha pensionet e tjera, pensionet kontributive, të rriten në bazë të viteve dhe të sasisë së kontributit. Po Edi Rama nuk e bën këtë gjë. Nuk e bën këtë gjë me idenë që s'kemi para, sepse supozon që do vjedh sa do vjedh vet, do abuzoj sa do abuzoj partia në pushtet, do rovisë sa do rovis oligarkëve dhe në fund fare sigurisht nuk ka. Se po vodhe
një pjesë të konzervueshme të buxhetit, të ardhurave, po shkatërrojë potencialet ekonomike të vendit, sigurisht që pastaj nuk ka për pensionistët. Dhe tani, unë doja shumë që përmes këtij podcasti drejtohesha drejt për drejt pensionistëve. Të nderuar bashkëqytetar pensionistë. Edi Rama po ju lën varfëri. Ju e dini më mirë se unë, merrni 100 deri 200.000 lekë pension, që nuk ju del dora në zemër as për të ngrënë bukë. Edi Rama po ju lën varfëri, po përveç se po ju lën varfëri, po tallet me ju, po ju rrit pensionin 2,5%. Po ju poshtron, po tallet me ju. Dhe dini pse ndodh kjo? Sepse Edi Rama kujton se ju ka në xhep. Edi Rama kujton se votat tuaja do vazhdojnë të shkojnë për të ose për si vllajin e tij, Sali Berishën. Tani pyetja që unë shtroj është: ju do të vazhdoni ta lejoni atë tallet me ju? Do vazhdoni ta lejoni t'ju trajtojë sikur ju ka në xhep, apo do ngrini krye? Apo do thoni tani nuk durohet dot më? Na shkoi gjithë jeta dëm, qeveri e korruptuar mbas qeveri e korruptuar, prandaj sot duhet ngritur krye. Unë në emër Televizia Bashk ju ftoj të ngrini krye, ne do na keni në krah, në protesta, në përballje, në gjithçka. Do na keni në krah. Hajdeni para parlamentit, para kryeministrisë, kur do qoftë, hajdeni të ngrejmë zërin, të kërkojmë, të shpëtojmë nga varfëria, të kërkojmë të shpëtojmë nga poshtrimi. Nuk është zgjidhje, më dëgjoni mirë, nuk është zgjidhje. 200 euro që mund t'ju vinë nga fëmijët tuaj që jetojnë dhe punojnë perëndim. Ato 200 euro atyre ju kushtojnë ders, ju kushtojnë gjak. Sigurisht ata do ua japin për hir të solidaritetit familjar, por nuk është kjo zgjidhje. Nuk është kjo zgjidhje. Zgjidhja është që në Shqipëri të ketë më në fund pensione dinjitoze. Ju të gjithë keni punuar rreth 40 vjet, meritoni pensione dinjitoze. Më fal tani se bëra çiksi meeting, po Jo, më drejt. Na duhet të bëjmë her pas here thirrje për ti tronditur njerëzit, Po, drejt. Në fakt, ajo që përmende ti, ky argumenti i Edi Ramës që që si thua vjet kur ne nisëm ciklin e protestave me pensionistët, edhe ai u detyrua të dilte dhe takonte pensionistë anë kënd Shqipërisë për të thënë që shkosën ne s'kemi lek. Qeveria nuk ka lek, ne jemi vend i varfër me. Madje ty të quajti sudja me gjyslige pikërisht sepse kërkoj një rritje të pensioneve që është domosdoshmëri për 700.000 pensionistë. Ndërkohë po të krahasojmë pensionin minimal në Shqipëri që është 97.000 lekë të vjetra me pensionin në Kosovë. Kosova është një vend shumë herë më i varfër se Shqipëria, pra, shumë në pozitë shumë më të keqe ekonomike se ç'është Shqipëria, pensioni minimal është 120 euro. Pra është 24% më i lartë pensioni në Kosovë se sa në Shqipëri. Ndërkohë që Edi Rama nuk ka rrit as me 24%, e rrit me 2.5%, indekson, pra 2.5%. Dhe kjo është tallje e madhe me shqiptarët, ndërkohë që 24% më i lartë është Kosovë. Dhe ja, imagjino një vend kaq i varfër dhe prapse për qytetarët e tyre e bën këtë si sakrificë nuk e quan dot, është domosdoshmëri mbi jetesë me një fjalë. Dhe Kosova është gjithashtu një vend me migracion shumë të lartë. Gjithashtu një vend që edhe vuan për krahun e punës dhe prapse një qeveri si ajo edhe vendosjes ka një pension të paktën 120.000 lekë të vjetra në muaj. Më kujtove një paralele. Se Edi Rama pa të thënë vjet për mua që jam studja me gjyslyke që premtoj rritje pensionesh. Dhe unë do të shkoj çik kësaj metafore do të shkoj deri në fund. Se shtoj pyet çfarë është Edi Rama? Çfarë është njeriu i cili ndërkohë që qeverisë vendin ku 700.000 pensionistë vuajnë për bukën e gojës, shumica prej tyre vuajnë për bukën e gojës, sepse nuk u del pensioni, ky njeriu harxhon miliona euro për të zbukuruar kopshtin e vet, selin e vet. Çfarë është ky njeriu? Edhe për të shkuar, si thon, sy për sy e dhëm për dhëm, Ramës, më kujtua një personazh, homologu i sudës famshme, Rapush Xhaferi, presidenti asokoj i firmës piramidale Xhaferi. Tani ç'a bënte Rapushi në vjeshtën e vitit 1996? Pra ishte gati për të shpërthyer kriza e firmave piramidale. Pra kishte marr paratë mira shqiptarëve dhe po i bënte rrushekulla për çfarë? Po ndërtonte një skuadër futbolli të lushnjës, dhe thirri për trajner të mirë paguar një nga legjendat e futbollit të Argjentinas, Mario Kempes. Erdhi Kempesi, nuk erdhi vetëm Kempesi, po bleu edhe një brazilian, një Edu e mbaj më. E mban më, dhe thuja lunte mirë stadiumi plot dhe u përfol që po kërkonte lushnja të blente JJ Okoçan, që asokoj luante me Eintrachtin e Frankfurtit o me Fenerbahçe, që ishte nga futbollistët më në zë nigerian të botës. E sigurisht që njerëzit e ngritën pritshmërinë. Tani ky Rapush Xhafer, ky Edi Rama i kohës,
Sigurisht që i bënte këto aventura me parat e njerëzve. Dhe gjithçka përfundoi si piramid, vetëm pak muaj më vonë, edhe njerëzit luajtë të menç dhe përfundoi puna deri në gati shkatërrim të shtetit. Pra kjo është papërgjegjshmëria. Pra ky që thotë skemi para, s'u do e kuptoj ore, sigur. Edi Rama tulin karrige prej drurin në zyrën e vet dhe thoshte vëllezër, kaq para ka shteti. Bëm maksimumin për ju, ja edhe unë jam karrige druri. Po të shpenzosh miliona euro për qefin tënd. Ore vetëm për qefin tënd, lere këto që vidhen. Po vetëm për qefin e tij. Vetëm që të pasmi aty të jetë komode, si të jetë mbret, edhe të duket, sigur nuk është mes Tiranës, po është në mes të një pylli amazonian. Kjo është papërgjegjshmëri. Kjo është tamam rapush xhaferizëm, që qofse Rapushi bënte pak dëm krahasuar me Ramën, sepse ishte presidenti i një firme piramidale, ky është kryeministi i vendit. Pa ky është Rapush në fuqi të 10, ku diun. Po edhe ky mburret me rritjen ekonomike, me gjitha, jo po u rrit çmimi i shtëpive, si thua, e kupton? Ka plot përmend shifra dhe ky lart e poshtë për të thënë që shiko se sa më mirë jemi tani që jam unë në krye të qeverisë, po nëse ke 700.000 qytetarë të cilët janë në pikë të hallit, pra janë me pension që nuk u mjafton as të ushqehen, atëherë çfarë arritje ke? Nëse ke harxuar qindra miliona euro në koncesione të inceneratorëve, të këtyre të spitaleve, sa u ke dhënë investorëve strategjike, gjithë para pa fund, qindra miliona euro të shpërdoruara, i ke shpërndar kështu në pak duar. Ndërkohë dhe 700.000 qytetarë, nëse Shqipëria ka 2.3 milion banor, 700.000 qytetarë me një fjalë mbahen me pensione që detyrimisht sa herë kemi thënë kanë detyruar fëmijët e tyre të emigrojnë jashtë shtetit në mënyrë që të mbajnë edhe prindrit e tyre këtu në Shqipëri me bukë me pak fjalë. Atëherë, çfarë arritje ka ky vend në fund të ditës me fjalë? Ama kjo shoqërohet me arrogancën e tij, vetbesimin që pensionistët do ta votojnë. Nuk e di sa e vërtetë është kjo, se nganjëherë janë dhe këta PD-istët që impotencën e vet e shkarkojnë te grupet shoqërore, edhe mallkojnë pensionistë, pse votoni për Edi Ramën. Në Shqipëri nuk bëhet asnjë sondazh, asnjë anketë që të kuptoj për kë votojnë grupet sociale. Zero. Pra ne nuk e dim si kanë votuar pensionistët, punëtorët, shtresa e mesme, të rinjt, gratë, burrat. Nuk ka sondazhe që tregojnë si anon vota për partitë, si lidhet vota për partitë me votën e preferencën e grupeve sociale. E dyta, qofse ti je parti, siç pretendon PD që është parti opozitare, ti je bashkëfajtore se ke qeverisë vendit për këtë gjendje ku janë pensionet sot, se pensionisti, ore fundja. Ai e di që qofse duhet zgjedh midis Edi Ramës dhe Sali Berishës, nuk është zgjedhje. Se keqin pensionet kohë Sali Berishës, keqan kohë Edi Ramës, domethënë informalitetin punë 50% kohë Sali Berishës, një informalitet punë është edhe në kohë Edi Ramës. Pra, kjo nuk është zgjedhje. Gjithsesi është mirë që ne ti ftojmë pensionistët që të kenë më shumë shpresë, të kenë më shumë besim. Ajo që mua më ngroh është fakti që e para një herë edhe pensionistët zhvillohen me kohën, zhvillohen politikisht me kohën. E dyta, sa më shumë kalojnë vitet, aq më vonë kanë lindur pensionistët. Mos harro, pensionistët sot janë 30 sa vjeçarë të viteve 90. Pra nuk është se janë brezi i luftës së dytë botërore. Ajo që merr atë trashëgiminë e vjetër, kontradiktat e vjetra. Domethënë janë njerëz më të ti sheh nganjëherë edhe tek mënyra si vishe, që duket që ka qenë dje modern, për shembull, se vajza moderne të viteve 80 apo 90. Pra evoluon dhe shoqëria dhe sigurisht që ne duhet komunikojmë me shoqërinë dhe me pensionistët patjetër, në mënyrë që ta përcjellim më mirë mesazhin tonë edhe të zgjojmë shpresën. Jo, edhe kjo ndarja tradicionale ideologjike, sidomos tek pensionistët, vjen gjithmonë duke u zhbërë, sepse kanë jetuar pikërisht në këto 35 vjet në një shoqëri ku edhe partitë politike kanë dalë tërësisht nga, si thua, pozitat e tyre ideologjike të dikurshme në momentin, si thua, të formimit të tyre, le të themi. Nëse PD-ja supozoj të ishte partia e risisë, e demokracisë, e të përndjekuve politikë, si thua, Partia Socialiste më tepër, vazhdimësia e ish Partisë Punës, tashmë qartazi PS-ja është akoma më djathtas në politikat ekonomike që ndjek se sa PD-ja. PD-ja detyrohet vetëm në artikulim të jetë më e majtë se sa PS-ja, po ama praktikisht janë të dyja në të njëjtën rrugë dhe njerëzit e kanë kuptuar këtë tashmë. Njerëzit e dinë edhe që si thua askush për të dyjave, të paktën sa i përket pensioneve, s'ka për të bërë ndonjë gjë, le të themi, kështu që
Ne i ftojmë pensionistët të vazhdojnë atë rezistencën që kishim edhe vitin e shkuar në kërkesën për rritjen e pensioneve, duke përballur Edi Ramën me fjalën e vet. Pra, nuk mund të thotë që kur të hym në BE do rriten pensionet. Atë ke mandatin e rriti pensionet. E vërtet. Mirë, unë them ta lëm me kaq sot, çik më shkurtë se herët e tjera. Mund të flisim pak edhe për situatën e zgjedhjeve në Tiranë, mirë po jemi ende në paqartësinë. Po. Kur do mbahen, si do mbahen, me shumë gjas. Do jemi në një fushat sa intensive aq edhe të bukur në qytetin e Tiranës në javët në vijim. Të nderuar bashkëqytetar, ju falenderoj që na ndiqni gjithnjë më shumë. Mos harroni të sigurisht ta komentoni, të pyesni, të shtroni çështje, ne jemi të gatshëm që t'ju japim përgjigje në podcastin e ardhshëm. Gjithë mirat. Mirupafshim.